Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren e dytë. Sot është e diel dhe jemi në javën e dytë gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë rinia e lumnueshme dhe njënia kryesore, tani dielli zjarr tërhiqet, derdhen ndër zemra dritën. Në mëngjes me këngë të lavdeve, e në mbrëmje ty të lutemi, lumnia jon ty lutse, lavdëroft në përgjith shekujt. Krishtin dhe Atin lusim, të Krishtit dhe të Atit shpirtin, trinie fuqishme së bashku, për të gjitha ndjes të lutemi. Amen. Antifona e parë. Me shtar për amshim është Krishti Zot. Aleluja. Psalmi 110. Mesia mbret dhe me shtar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vërë miqtë të tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrin nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga kreharori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, as se si s'do të pendohet, ti je prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretëri ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj larë do ta ngrej kokën. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Me shtar për amshim është Krishti Zot. Aleluja. Antifona e dytë. Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Psalmi 115. Lavdi të vetmit hyj të vërtet. Jo neve, o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi, për nder të mëshirës sate e të besnikërisë sate. Pse të thon paganët, kush është hyi i tyre? Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka i pëlqen. Idhujt e paganëve janë argjend e ar, prodhimi i dorës së njeriut, gojë kanë e nuk flasin, sy kanë e nuk shohin. Vesh kanë e nuk dëgjojnë, hund kanë e nuk nuhasin. Duar kanë e nuk prekin, këmbë kanë e nuk ecin, zë nuk qesin prej gurmazit të tyre. Të tillë qofshin edhe ata që i punojnë, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Shtëpia e Aronit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Kush e druan Zotin, në Zotin shpreson, ai është ndihma e mburoja e tij. Zotit i bie ndërmend për ne, do t'na bekoj. Do t'a bekoj shtëpinë e Izraelit, do t'a bekoj shtëpinë e Aronit. Do t'i bekoj të gjithë ata që e druajnë Zotin, si të vegjlit ashtu të mëdhenjt. Bëft Zoti e u shumofshi, ju vete fëmijët tuaj. Ju bekoft Zoti, krijuesi i qiellit e i tokës. Qielli është qielli i Zotit, kurse tokën u adhuroi njerëzve. Jo, nuk janë të vdekurit që të lavdërojnë o Zot, dhe asnjë prej tyre që zbresin në heshtim, por ne që jetojmë, ne e bekojmë Zotin, tani e për gjithmonë e jetë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Antifona e tretë. Shërptor të Zotit të vegjëllët të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës, kapitullin 19, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqet e tija janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërptorët e tij.
Të gjithë ju që e droni të vegjël e të mëdhenj, Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi, Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia atij, Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij, Aleluja. Lavdio atit e birit të shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Shërbëtor të Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij, Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e 2 e Shën Paulit drejtuar Salonikasve, kapitulli 2. Neve na duhet i falenderohemi gjithmonë hyjit për ju, vëllezër të dashur prej Zotit, sepse hyji ju zgjodhi qysh prej fillimit, për shëlbim që fitohet me anë të veprës shenjtruese të Shpirtit Shenjtë dhe të fesë së vërtetë, në të cilën ju grishi me anë të ungjillit ton, që ta fitoni lumturinë e Zotit ton Jezu Krishtit. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Urtia e tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e tij. Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e tij. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Tha Gjoni dëshmitari dritës, Jezusi është biri i hyjit, Aleluja. Kënga e Virgjës së lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, Sepse shikoj me pëlqim bishërptore në vetë të përvuajt. qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni. për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoj princat prej fronëve të tyre. e i lartësoj të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërptorit të vet. duke sjell në mend mëshirën, Si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdio atit e birit të shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Tha Gjoni dëshmitari i dritës, Jezusi është biri i hyjit, Aleluja. Lutjet e besimtarve. Lavdi Krishtit që jeton në amshim dhe ndërmjetëson për shëlbimin atyre që në emër të tij afrohen Atit, të frymëzuar nga kjo shpresë ti drejtohemi shëlbuesit ton. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. O Jezus, dielli i drejtësisë, në perëndim të diellit, po të lutemi për të gjithë njerëzit në botë. Le të gëzohen për gjithmonë ty diellit që kur nuk perëndon. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd, Ruaje beslidhjen të cilën e ke vullosur me gjakun tënd hynor. dhe shentroje kishën tënde që të jetë e papërlyer. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Le të bjerë në mend o Zot për bashkësinë që të është kushtuar ty. Le të jetë ajo banesa e lavdisate. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Në rrugën e paqes dhe të lumturisë drejtoj të gjithë udhëtarët. Që shëndoshe mirë t'ja arrin caku të dëshiruar. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Pranoj o Zot shpirtrat e të vdekurve. Jepu pushimin, faljen e mëkateve dhe jetën e amshuar. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm, ti që drejton qiellin dhe tokën, dëgjoj me mirësi lutjet e popullit tënd dhe dhuroj paqen ditëve tona.
në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.